Ministër, të nderuar koleg, në lidhje me komentet e Ministrisë së Jashtme të qeverisë, në lidhje me opinionin e tretë, të desha që të shpresha personalisht, duke e konsideruar si profesionalisht të pa arrir, me doza të forta hipokrizie, justifikus në vend që të ishte argumentus, dhe shpesher me një kurajo të tepruar për t'i dhënë leksione strukturave të specializuara të Këshillit të Evropës në lidhje me mënyrën e zbatueshmërisë së konvent të skuadër për të cilën ata janë duke punuar prej dekadash. Së pari, do dëshiroja të theksoja kuadrin ligjor. Kuadri ligjor është i paplot në të tre rekomandimet, në të tre opinionet që ka dhënë deri më sot Komiteti Këshillimor. Është e treta herë që na rekomandon se duhet që të miratojmë dhe të ratifikojmë Kartën e Gjuhëve Rajonale ose të gjuhëve minoritare. E kemi angazhim këtë që në vitin 1995, kur jemi antarësuar në Këshillin e Evropës. Ende nuk është e realizuar. Bën fjalë vazhdimisht raporti se duhet një ligj integral për të drejtat e minoriteteve. E thekson edhe në raportin e sivjetshëm se pavarësisht rekomandimit të 4 viteve më parë, ende nuk është implementuar rekomandimi për implementimin e një ligji integral në lidhje me të drejtat e pjesëtarëve të minoriteteve kombëtare. Plus, akteve nën-ligjore, të cilat janë një sine qua non për zbatueshmërinë e konventës kuadër. Konventa kuadër është një zbukurim i cili nuk mund të jetohet, nga që nuk bëhet i zbatueshëm. Të zbatueshëm të konvent e bëjnë vetëm aktet nën-ligjore, dhe ne nuk kemi asnjë të tillë. Plus, duhet të theksoj faktin se ekziston një gap, ekziston një distancë shumë e madhe midis kuadrit ligjor dhe implementimi të këtij kuadri ligjor. Prandaj do dëshiroja të theksoja se është momenti, ashtu siç jemi zotuar, thot zoti ministër se legjislacioni është i plot. Atëherë, pse ne jemi zotuar në dokumentin e strategjisë kombëtare në kuadrin e implementimit të marrëveshjes së stabilizimit asociimit 2007-2013 se do hartojmë një ligj integral në një kohë që juve na thoni se e kemi të plot legjislacionin? E dyta, është shumë e rëndësishme në respektimin e të drejtave të minoriteteve vullneti politik. Ekziston në vendin tonë vullneti politik. Nuk mund të them se nuk ekziston, por është sezonal dhe në një shkallë shumë të lartë i kondicionuar nga niveli i trysnisë së organizmave ndërkombëtare. Kur kjo trysni rritet, demonstrojmë vullnet. Angazhohemi ose bëjmë sikur angazhohemi për të harruar këto angazhime në rastin më të parë kur tonet e kësaj trysnie fillojnë të moderohen. Ne do të dëshironim të theksonim se është momenti të demonstrojmë të gjithë së bashku, qeveri, opozit, parti të mëdha, parti të vogla, parti bashkimi për të drejtat e njeriut me sensibilitet më të madh për të drejtat e minoriteteve, të gjithë së bashku atë vullnet politik që kërkon një vend i cili aderon të jetë antar i Bashkimit Evropian në respektimin e të drejtave të pjesëtarëve të minoriteteve kombëtare. Së tretë, bëhet fjalë për Komitetin Shtetëror të Minoriteteve, ose më qartë për instrumentin, mekanizmin që do kujdesej për implementimin e konventës kuadër, por edhe të gjithë legjislacionit. Do të shërbente si një ndërmjetës luajal midis grupeve të minoriteteve dhe qeverisë. Çfarë ndodh në fakt? Është kthyer në ambasadorin e jashtëzakonshëm dhe fuqiplot të qeverisë pranë minoriteteve, për t'i përçarë, për të tjetërsuar zërin e tyre, për të mos lejuar komunikimin e tyre, jo vetëm me organet shtetërore dhe qeveritare, por shpeshherë ka tentuar që të qëndrojnë në mesin e të komunikimit të tyre me organizmat ndërkombëtare. 4. Dialog. Me të madhe theksohet në raportin, në opinionin e tretë të Komitetit Këshillimor. Dialog me përfaqësuesit e minoriteteve. Dialog për të gjithë agjendën. Dialog në vazhdimsi.
pretendohet në dokumentin e qeverisë se është në një dialog të përditshëm, intensiv, në përfaqësues të minoriteteve. Dialog dëgjojmë, dialog nuk po shohim. Me kë po dialogoni, zoti ministër? Cila është agenda e këtij dialogu? Cili është programi i këtij dialogu? Ku keni arritur nëpërmjet këtij dialogu? Ku synoni të arrini me këtë dialog? Një aspekt tjetër dhe një pikë shumë domethënëse, 4, është ajo e opinionit publik. Nuk e kam fjalën vetëm për informimin e opinionit publik, por edhe për përgatitjen e opinionit publik me kulturën e të drejtave të njeriut e të drejtave të minoriteteve. Është për të pohuar fakti se ne nuk kemi një traditë ndërmjetësoi regjimi komunist prej dekadash, i cili nuk na trashëgoi asnjë element pozitiv të kulturës së respektimit të drejtave të njeriut dhe të minoriteteve. Duhet ta kultivojmë. Ne nuk po bëjmë aq sa duhet. Ne nuk po bëjmë as pak për kultivimin e këtij opinioni pozitiv për të drejtat e njeriut dhe për të drejtat e minoriteteve. Ne krenohemi për bashkëjetesën midis shumicës dhe grupeve të minoriteteve. Dhe kjo, zoti ministër, nuk është merit vetëm e shumicës. Është merit në radhë të parë pjesëtarëve të minoriteteve kombëtare, të cilat gjithmonë, gjatë gjithë historisë së tyre, kanë qenë në anën e drejtë dhe të saktë të zhvillimeve historike në vendin tonë. Dhe këtë e njohin të gjithë. Në kundërshtim me të tjera komunitete me statuse të ngjashme në rajon që kanë ndjekur rrugë krejt të kundërta. Prandaj, unë do dëshiroja të theksoja, ne nuk mund të heshtim edhe para fakteve tronditëse. Para 2 vjetësh ne kisim vrasje me motive etnike në Imar vetëm se folin në gjuhën greke. Aristotel Guma. Domethënë është një rast, po nuk duhet të kemi asnjë rast. Nuk duhet që të kemi mentalitetet të tilla. Dhe shpeshherë sperma të kësaj natyre, të kësaj fryme, ne i gjejmë edhe në tekstet shkollore. Fëmijë të vegjël që shpeshherë janë të detyruar të vinë në kontakt me mentalitete dhe frymë të tilla. Duhet në të njëjtën kohë që në lidhje me këtë opinion duhet të jemi të vëmendshëm, sepse ka gjatë kohëve të fundit politikanë, forca politike, të cilat gjithmonë edhe më tepër ngrënë një retorik pseudonacionaliste, e cila u drejtohet shpeshherë edhe kundër pjesëtarëve të minoriteteve nacionale. Duhet i vëmë frezë, zoti ministër. Këtu po ngrëm një Shqipëri evropiane, nuk do të ngrëm një Shqipëri mesjetare. Ne kemi parë gjuhën e urrëties, se ku na çon. Ne kemi parë se ku na çon përballja. Ne duhet që përkundrazi të kultivojmë harmoninë, bashkëpunimin, mirëkuptimin. Po vi te pika e 5 që është ajo e censusit 2011. Thuhet qartë, zoti ministër, dhe po e citoj, u ndryshua kuadri ligjor i zhvillimit të censusit në momentet e fundit. Citoj në thonjza, këto amendime nuk janë në përputhje me parimet e vetë deklarimit të lirë të personave që përkasin minoriteteve nacionale, si që parashikon neni 3 i konventës kuadrë. Për çfarë standarde na thoni se u respektuan? Ka më qartë të shprehur e zezë mbi të bardhë se u shkel neni 3 i konventës kuadrë? Të gjitha të tjera janë alkemi që nuk bindin askund, nuk bindin as vetë juve. Prandaj do dëshironim të theksonim se regjistrimi popullsisë ishte një shkelje e vetë deklarimit të lirë, ishte një penalizim i këtij vetë deklarimi, ishte një shkelje e mbrojtjes së të dhënave personale të qytetarëve. Zoti Tahiri, është momenti që duhet të reflektuar në lidhje me zhvillimin e këtij sensusi dhe konform zoti Tahiri, kryesuesi i seancës. këtu zbatojmë rregulloren, ju lutem. Ju lutem. Është ministra që i kthen përgjigjen, ju lutem. Zoti Tahiri, ju lutem. Mund vazhdoni, zoti Duli. Ju faleminderit, zoti kryesues. Do dëshiroja pra të theksoja se censusi ishte, siç e kishim thënë, një dështim i paralajmëruar. Dhe kisha kërkuar edhe një interpelancë me ministrin kompetent të linjës për zhvillimin e censusit përpara realizimit të tij. Sot, të gjitha ato që denoncuam konfirmohen si të vërteta, të mirëqëna nga Këshilli i Evropës. Kush e merr përsipër përgjegjësinë politike, financiare për dështimin e atij procesi? Nuk po dëgjojmë
të ndihet asnjë zë. Kjo nuk tregon për djegshmëri politike. Dhe po kaloj, i nderuar zoti ministër, në një pikë të gjashtë, arsimimi. Vërtet që kanë ndodhur zhvillime pozitive në aspektet të caktuara për sa i përket arsimimit. Por duhet të kemi parasysh se ende ka nevojë, hapësira dhe duhet që të ndërmeren të gjitha nismat ligjore që do të garantojnë përmirësime sasiore dhe cilësore në arsimimin e pjesëtarëve të minoriteteve kombëtare. 7. Përdorimi i gjuhës së minoriteteve kombëtare në komunikimin e tyre me autoritetet vendore. Është dispozit, zoti ministër, e konventës skuadër. Kanë të drejtë në bazë të kësaj dispozite që gjuhën e tyre ta përdornin në komunikimin e tyre zyrtar me autoritetet vendore. Kjo nuk po zbatohet në asnjë komunë, në asnjë bashki të vendit tonë. Pavarësisht se në raport pretendoni se janë të lirë. Çfarë nënkuptoni se janë të lirë? Se nuk do të kenë të drejtën ta përdorin gjuhën e tyre në familje, në kafene? Garantimi i kësaj të drejtje kërkon nisma ligjore, kërkon akte në ligjore, kur dhe si do të zbatohet e drejta e tyre për ta përdorur gjuhën e tyre në komunikimin me autoritetet vendore. 8. Përdorimi i gjuhës së minoriteteve në toponimi, në tabelat publike. Thoni se kjo respektohet. Do t'ju sjell vetëm një kundër argument. Ish kryetari i Bashkisë së Himarës u dënua me heqje lirie zoti Bollano sepse kërkoi që të zbatohej dispozita e konventës skuadër për respektimin e kësaj të drejte. Si mund të pretendohet se bëhet e respektueshme kjo dispozit, zoti ministër, në një kohë që ata që tentojnë realizimin e saj penalizohen? Duke vazhduar në lidhje, zoti kryesuesi i seancës. Ju lutem, zoti Tahiri. Zoti kryesuesi i seancës. Do dëshiroja të vazhdoja në lidhje me kulturën, me ruajtjen dhe zhvillimin e kulturës që u përket minoriteteve kombëtare. Jemi të angazhuar, zoti ministër, në kuadrin e strategjisë kombëtare për zbatimin e marrëveshjes së stabilizim asociimit për ngritjen e një fondi i cili do të ketë për objekt ruajtjen, zhvillimin dhe promovimin e kulturës së pjesëtarëve të minoriteteve. Nuk është ngritur ky fond. Viti 13 është viti i ardhshëm. Kur presim që të realizohet? Përse angazhohemi për gjërat që nuk duam ose nuk kemi mundësi që t'i realizojmë? 10. Media është momenti që duhet të jipet zgjedhje edhe të drejtave që u takojnë minoriteteve kombëtare për sa u përket pranisë së tyre në media. Është momenti të diskutojmë ligjin dhe do ta miratojmë së shpejti për mediat dhe duhet që të garantojmë hapësirën e dur, jo vetëm në struktura drejtuese të mediave shtetërore që sot nuk ka përfaqësim të minoritetet. Jo vetëm në programet e televizionit dhe të radios publik kombëtar, jo vetëm në ato lokale, por duhet që të krijohen kushte për një prezantim sistematik të kulturës, të traditave, të vlerave që kanë krijuar në shekuj pjesëtarët e minoriteteve etnike. Po vjen një pikë të 11, i cili është liria fetare dhe do dëshiroja të përqendrohesha vetëm në një aspekt. Nuk mund të trajtohet komuniteti fetar si të gjithë personat e tjerë juridik apo fizik që pretendojnë pronat. Nuk është një objekt i shenjtë religioz, i së njëjtës vlerë me 1 metër katror, truall apo bahçe. Është e një natyre tjetër, aq më tepër sot që në hapësirat që Ministria e Mbrojtjes
po shkon të privatizoj, janë dhe apësira që tragojnë, që përkasin komuniteteve fetare, në formën e manastireve, të cilat ishin. Ju lutem, keni edhe 3 minuta tjera mund të plotësoni. Atëherë, zoti Panariti, keni drejt në 3 minuta. E urnoni? Mbaruat kohën, e zauruat, 15 minutëshin. Edhe 20 sekonda atëherë. Nuk të trajtohet nga i njëjti këndvështrim një objekti shenjtë fetar në objekte të çdo natyre tjetër. Dhe aq më tepër sot që është vetë shteti, ai që nxjerr në ankan ish pronat e komuniteteve fetare dhunshëm të shtetëzuar nga regjimi komunist ateist. Ju faleminderit. Faleminderit zoti Dule, zoti ministër, 3 minuta.